Ai momenti kur u përshëndet me Isen, ajo nis shumë krenar. Edhe më përqafoj fort që motra e ti kish guximin me marrë një rrugë të ti. Po në këtë rast du me veçu një moment që më ka bo muni shumë egzushme, du me veçu prap me dy personalitetet që i përmena ma herët, Isen edhe Calin, ku ishte marrë vendim që njësit guerilet vinë në Prishtinë, dhe të thëtë në atë kohën kur largohej populata me dhunë nga shtëpitë e tyre, në kuptimin që t'i dalim në mbrojtjet populatës. Ishte vendos në shtab, në zyret aty nga krerët e ushtrisë, që gra mos të marrin në rrugën për Prishtinë. Po këtu kishte shumë aktiviste gra të kyçuna në shkrimtarët Kosovës, po që vepronin në qytet. Edhe ish vendos që mos të marrin gra, po kur të arrim në Prishtinë të bashkohen gra që ishin këtu. Dhe kam gullësia ime që do isha me çdo kusht t'jem në atë rrugtim, edhe një moment Cali e vlerësoj kam gullësinë edhe guximin tim, edhe para në atë dhomen e shtabit, tha, nofken e kam pas gëzime. Tha, gëzimja do të vjen me neve, tha edhe pambarësisht aty në krejt, tha, gëzimja do të vjen me neve, edhe u zotu para atyre që pa u vraun, tha, gëzimja nuk vrahet. Edhe aty ishte edhe Isa në atë dhomë, edhe çdo rrugë që merrshim u përshëndetshim me shokë, se nuk e din a kthehesh mu. Ai momenti kur u përshëndet me Isen, ajo nis shumë krenar. Edhe më përqafoj fort që motra e ti kish guximin me marrë një rrugë të ti. Shkoj falje për emocionin. Ishte takimi fundit juaj në atë kohë, apo fatmirësisht? Jo, nuk ishte i fundit fatmirësisht. Ta ndrojmë pak. Kjo është një foto po ashtu shumë e rëndësishme, shumë do me thonë se është brigada 172 që bartë emrin Isa Kastrati. është, do të thotë, pas ardhjes forcave të NATO-s, rruga për defilim për futje në qytetin e Kamenicës, kujtoj data 17 ose 18 qershor, janë gjithë pjesëtarët e brigadës 172. Në këtë rast du me veçu, i dytja ndej është baba im, tashme i ndjerë. Ka qenë vetë ushtari me i vjetër i zonës Karadakut, tash 8 vite vetëm ka ndru jetë. Po që ndihem krenar, këta tjertë naturisht gjithë shokët e mi, Milaimi, që kemi pëtir Gjagji, andej afër babas është komandanti i brigadës Shefik Beqiri Dhajt, tashme i ndjerë, në moshë 3 ka ndru jetë, edhe tjertë shokë, vllaznit e mi, kështu, Enveri, atje mbrapa Peshov, 2 vllazën, këtu me flamur është Leka, po ashtu këtë krejt shok, vllazën. Përmendit që kjo fotografi është bërë pas ndërhyrjes së forcave të NATO-s? Po, do të thotë kur kemi hys në qytet, shiko, atëherë nuk kemi pas mundësi edhe me bo foto. Nuk e di, unë edhe tash nuk jam shumë iftare e fotove dhe nuk shkrep shumë foto, po sidomos në atë kohë, ndoshta që komendu që na duhen, sepse s'kem dit a keme shpëtua, çka ka mendot,